Unë e bëna një martes, mas 20 vite unë dava, kjo ka qeni martun, unë e jo, nuk u bajke dhe të e lam një kodë gjatë. Por me dash të kom dash gjithë. U takum në ditë. U takum, po ke marrë vesh jam dane. Si ke nga me njëherë mullet. Gjithën kur se kina këputë, se gjithë kina pas mendimin të një tjetri. E vaj e dhonë, kina jetu me qatë ndërë. Shku një kohë najtëm në Turqi, nuk mujta mu vendos atje së më konvenoj. Kjo më lutë se kjo faktikisht është për Turqisë e kum pru këto uas. Ka e kim, ajo po imi ti po imi. E kum një që njoni ka ble një dhenë ngojbull, haqë shkuj të këshyre rënë, vëtë që ashtu edhe erë që u bo kismet edhe e morë që dhenë qëto, po 30 euro më ka kushtu. 15 janë, këto e ku marë ka 1.200 euro, po që së më në shas 4.000-5.000 me marë. Apo vjen që po i rikthehet jeta fshatit? Qytet, unë e gjej burg shtëpiak është ai për mua, se unë ndërtesë s'kisha mujt me jetu se isha çmend. Faktikisht i kum pas 2 banesa dhe i kum shit të dyert se s'mujta me nejt në banesë. A gjavde tregona pak për jetën në fshatin Gujbul. Qysh është jetesa? Po më tregu këtu, fort nuk di çka më tregu se hala nuk jam vendosur, nuk jam tek arvacak që thonë. I ardhën qtash frek që 2 vjet jena këtu të rregullu, që të qa kemi mujt me rregullu. Faktikisht unë jam konë jashtë për 89-ës jam konë në Gjermani. Jem këthy njerë në 2000-ën kur kry lufta, edhe kur ktheva ishte shtëpia e kallë në krejt në qytet. Deri se riparova shtëpinë, tani prap 2009-ën i ka shkova, u ktheva shkova në Austri, deri në 2019. Atëherë u ktheva, erdha në qytet, s'kisha me i farë angazhimi ku me di qka. Shku një kohë najtëm në Turqi një, disa najtëm në Turqi. Veç 4 muaj. Nuk mujta mu vendos atje së më konvenoj. Pse nuk ju përshat ke jeta? Pa të qërën tash pak me të ndrejt të vitet, s'kisha ide që ka muj me bo atje, tash me formu një shoqni ose një diçka tre. Kjo më lutë se kjo faktikisht është për Turqisë e kum pru këto uas. Ka e kim, ajo po imi ti po imi. Hajde. Edhe e kemi pas venin shumë të mirë, Turqi, po të thëmë, s'mujta mu adaptu atë, se unë i Turqishtin e di, normal kjo e din veç qasir, po e di edhe në tuja prefekt. Edhe unë i pjethom kësoj vëlloj, thash, të di qka më bo, thash, unë e s'du me mujt me nejtë këtu. Brea njëna dhe kënjena që po bojna këto, po bojki shumë banesën, shumë vend mirë, veni shumë i mirë ku ishëm atje, veni është, atje ku ishëm na i treti është në botë me oksigen edhe ma erë pasër që. Edhe kishëm detin që sikur të ato shpia që të, dhe që rrugën e kalojshëm detin, edhe nuk mujta më adaptu, qashtu që tu, bisedu, e vendosëm ma ardhë kënjena. Banesën e shqito mas 1 viti, mas 2 viti e shqito banesën atje, erdhëm në shpe poshtë ku e kom. Edhe, disha qka, edhe këto veç, që shkalua jo koha që muj me bona i farë diçka. Edhe, qështu që shtasht, hajtë kum një që njoni ka ble një dhenë ngojbull, hajtë shkuj të këshyre rënë, vetë që ashtu edhe erdhë që u bo kismet edhe e morë që dhenë qëto, po. Nuk keni pas dhe më thanë lidhje ma herët me fshatin Gojbull? Ja, absolut jo. Po qka ju ka tërvjerë në Kosovë me u këthy e nuk keni nejtë në Turki? Qka keni bo në Kosovë? Po shpërën tash veç dole në penzion, thuj e jo për dola. Edhe, po të thashtë zisha më vendos, më isha më vendos qka muj me fillu më i farë puna, si edhe që ashtë që edhe këtu kërë u këtheva pej Turqisë që u këtheva sosi edhe. Që kështë dalu jetesën në Turqi edhe në Kosovë? Që është dalimi mes jetesave? Në shtetet të ndryshme? Po të që me thonë, Turqia është Edhe pse paka shumë i kemi disa detet njëjta, disa zatë? Po jo, kena shumë, po kena detet, sigurisht i kena shumë. Po them që nuk mujta me gjithë vetën aty, se veni ish krejt, okej, sidomos me njerëz, me shoqëri, me krejt,
Për me bo diçka, me asish, unë s'misha se faktikisht jam mësu me punu, që çto që vetë prejti kemi bo, atje s'disha, kjo punaj kem faktikisht, kjo një duqan e kesh atje. Nuk më isha, faktikisht nuk më isha, kur qysh nuk më isha më pajtu që më adaptu aty edhe vendosëm erdhëm. Erdhëm këtu në shtëpi, që e kam shtëpinë në qytet shtu, në qendër e kam shtëpinë. Do më thonë, ju jetoni në Shqipëri. Tregon pak që ke ndërtu tash shtëpizën e vogël këto në flatin Gojvull. Mos ma ofendo, kjo është vikendicë. Do më thonë, veç për vikend të vene këto. Jo. Trit verën rina këtu. Kemi najt vjetë, edhe si vjetë që ashtu, veç që se këtu faktikisht kur bjen shi është pak problem se është dheu i qiten po bëhet shumë baltë, edhe që ashtu që s'po mundu me pas qo se kur gjas me punu, as me bo kur gjo, që ashtu që kemi najt që 3 muja 4 jena poshtë në shpe, dinin veç e kalum, që prit shumë, që për prisëm kohën mund dreq, veç që 3-4 dita ma shumë kemi filluar me ardhë me vazhdu me rregullu. Kom hala pun shumë. E që sa kohë ke ndreq? Këto vjetë ndreqëm, para vitit 3 deri qëtu. Kom hala që qëtash faktikisht jem banjën të rregullu është, që të nënona njënë. Mërena është të rregullu me jetu, me krejtjo është, që qëtash mune me hi me këqyrë. Jo, do punën. Mune, s'ka lidhje, se kemi s'keju Dërte me sipër. kemi s'keju sene se jem të e prit njështen me ma enë rrymën, për me mujtë rrymën. Sa ju ka shpenzu deri tash kjo vikendit? Me punun ta. Po na fek punën dhe fek na punë. Punën, Do të garet, ta dhe punë për se une Paka shumë mjetë që i keni ble... materialin, thesh dikon krejt me logarit, me këto, me punë që i më dikon 30.000 euro më ka kushtu. Bashk me tokë. Bashk me tokë, po, jo më shumë. A u kanë shtrajt për shamu tokën kur e keni ble këto? Që atëherë kër e kom blerë në kun, unë e kom marrë 1-200 euro këta, po më ka kushtu ma shumë se më ka kushtu me gry, me rregullu, se kjo që kistomi që është, u kon dejte banderi poshtë qështu. Krejt e kom rrafshu, kudër qështu, që është peshe që tash që veç... Edhe më ka kushtu këgja shumë, më ka shtu. Toka, veç toka, shtu tash që atëherë kër e kom marrë, në 15 janë këtu, e kom marrë për 1-200 euro. Po që tash që të s'mune shas 4.000-5.000 me marrë. Që është shumë... Sa 1.200 euro ke marrë një ari? Po, një ari 1.200 euro që atëherë kur u kon që 3 vjetë, po borë, ha? 3 vjetë. 3 vjetë. Apo mendon tash që për çmimin që e ka, për shembull një ari 4.000 euro, apo mendon që është e shtrejt Pa, për një jetë mesatare të Kosovës? po qëre, të na, të dikush se të dikush nuk është drejt. Kanë bo gjinja po punojnë, kanë shku për para, për dikon, po për dikon nuk është kur gjo 30.000 ose 50.000, nuk janë komedi qëfar pare, po për dikush që është me penzion ose me skantor në mënyrë, jetë begitëm. Apo i vjen në gjavë dhe kjo pjesa që nëse njerëzit po rikthehen në fshatrat të tyre, do më thonë ti ke ardhur e ke ndërtu këtu një shtëpizë, apo i vjen që po i rikthehet jeta fshatit? Gjithqysh. Po qyre, une pesho që në qytet, pesho s'do me met as një shtëpi, krejt dojnë më bo në ndërtesa. Edhe që është që nuk ka ku me di qëfar jetë në ndërtes, t'i kemi konë sikur, une në gjej bërk shtëpijak është aj për mua, se unë në ndërtes s'kisha mujt me jetu se isha qmen. Faktikisht i kom pas 2 banesa dhe i kom shit të dyret se s'mujta me nejtë në banesë, nejta 1-6 muj, edhe i hiqa i shita, që është që vendosa më artu. Qetësi, mramje që tu veç kime një zoj bilbyla, më njës që ashtu heret, që s'ka kur gjo, s'ka kur farë zhurme, ajri pastë, që ashtu që po na kam venon edhe unë faktikisht kam lindë në fshat, unë kam lindë nga Dvushtris që atë është të stacioni trenit që aty e kom pas shtëpinë, 14 vjeçare një marrë në qytet. Babi kur e ka bli shtëpinë, për atër që t'jena në këto, po faktikisht për që 22 vjetë jam konë në Mergjem. Kë fshati Gujvull Xhavdi do më thonë e din që paka shumë, edhe për krejt ata që nuk e din, ju tregojmë që është mesel. Nuk ma mërmenja që ka pos një shtëpi ose 2 shqiptar. Shqiptar. Po. Dhe ato dikon në skajt, jo këto në mes tynet, se në mes këto në mes, ku jo në vek krejt shpijet, nuk ka pos asnjë.
Ti tamam fshat I Serbëve, i Serbëve. Karit Gojbul është fshat i Serbëve ka qenë. Tash? Tash do të bëhet i shqiptarëve. Apo mendon që janë ndërtu shtëpia të reja Po shqiptarëve? po shumë kanë ndërtu shumë, se këta shtëpia nuk kanë ndërtu kur, këta kanë ndërtu do shtëpia që për shembull me ardhë që këto okone Serbit, qysh kanë jetu dhe qysh kanë ndërtu, për do gurve, për do sa me jetu, sikur. Jetojnë alo se na rrugës që po i pa më shtëpitë shkatërume, Po, domethënë mundet me u bë një jetë. Krejt ato janë konë Serbëve, po faktikisht nështë 80% janë shit ato. Pritet tash me ardhë me i ndërtu, sikur unë që jam ardhë dhe me i ndërtu. Ata i kanë ble, po kanë metë që ashtu vendet. Shqiptar po mendoj. Edhe tash që veç... Mas pak të një dhe të shpia për 3 vjetë të në boksu. Ma shumë. Dhe shpia të reja që i kanë marru shqiptar, faktikisht, edhe ka shumë që i kanë marru shqiptar. Anena ka rruga që jetë pej hymje, se anena krejt shqiptar gjena dhe krejt i kanë ndërtu shpia të reja. Pos që kjo mesi qëtu që është këtu poshtë, të janë konë shkive dhe janë halat shkive disa shpia, jo krejt, po janë shqitër. Faktikisht janë shqitë, 80% janë shqitë. S'ka dhe 7-8 shpi, ndoshta 10 shpi me shku mi në gje, ma shumë nuk ka. Që të ka të unë Nështë edhe qesë s'ka. Nështë edhe qesë s'ka. Duhet me konë. Na po e shohim që një pjesë e madhe pra e fshatrave kanë fillu me ndërtu villa, shtëpiza të vogla. Qëre, në gjithë anën, Mitrovic, krejt po ikin ka shalën altë po shkojnë atje po ndërtojnë villa, vikendica, shtëpia, krejt po ikon në për që ajri. Tonë që po ndikon do me thonë pozitivisht e njerëzit e qytetit, po të i kështu të qytetit, që po këthijen në fshatra. Po qëre, të thëmë natyra, të vërtetën, është kalë relaksim, jena i pull, jena i shtaz, jo diqka që është që është ajo knaqësia, se në qytetën e knaqësi s'kam. Pse? Në shpi, se unë e kam qendrën për qëtu i dhejtë qatje. Me papuqi që të me dalë dhe në qytet, po sështë më ka bërë monoton. Në shpi, në kafe, ose në restorant dikon, ose diqka, dhe kur që pa bo, kur farë ase këtu, e kom gjithë vetën. Ky është do më thonë një mendimi një pensioneri, po them kështu. Çka mendon për rini, për shembull? Renia është problem. Për renia është problem, katuni është problem, se jam mësu në qasi frune, që e ka telefonin normal, gjithë ditën dorë, pafen e ka, që ka fiqat që thirin këta, me shok, me shoqni, kjerët mira, ja u kanë mundësu, familja, edhe ati një si intereson katuni, ati një intereson veç më knaqë dhe qatë farjete, që shuardë koha që pëbojnë. A i bjen që për shembull edhe na nëse vim vjetë juve, kështu po tham. Jo, mësu gut. Ka me ardhë, anasha zyna që Jo, më ardhë, jo, inshallah, jo. ardhë një mendim edhe juni që jeta e fshatit po rikthehet. Vallojnë, po, unë tash po shkoj, po rikthehet ndoshta me qitë gjeneratën që jena halo gjetër, se rinia s'ma merr menja që... Cili kishte me qenë një mesazh joti për rinin, sa i përket jetës të fshatit me ja u përshkru pak? Një arsye do më thonë pse ja vlen me jetu në fshat? Une s'kisha di që ka me thonë për ta, sepse... Jo, nuk si, po s'munën, nuk munën me qitë situatë që shjena që tash, me qito... që po du me thonë, u hiqë kjo elektronika në gjdo senë, atina i si intereson as lopa, as shpia, as ara, as si interesojnë atina. Atyne po du me thonë. Një pjesë e rinis, për shembull e djemve, a di me punu në ara, mo? Valla jo s'ma mërë menjë. Jo, valla se nështë edhe nuk e din kur kje e pshatin ose kacin. Nuk, po shihet në qytet, po shihet pishon e rinin. Flen gjithë ditën, gjithë natën delin në për kafiqe në për asi, që qëtë në vështëri kena shumë, janë bo, plot krejtë rini, plot janë. Hej, s'munet me nej gjithë natën e me ndalë të nesër e marrë në shatë, se dikon me shku me punua. Jo, me të dik. Nuk, zdin, për e nis, nuk besoj që...
apel Agjarve për fond, për e rinin? Qa ka me bu apel për ta? Unë pisho qka jam të bu, qysh jam të jetu, qysh jam të vepru. Nashta qatë shkollë po shkojnë veç sa me kry. Tjetër që interesuan, e ka një jetën e mirë, u ardhë jeta që prind, folë Zotit është ajo mirë që ja u kanë mundësu, po duhet fëmijën me nësu në gjdo sen, me angazhu gjdo kon. Po jo në për kafiqe, në për gjithë ditën të flejt thash. Po një pjesë dërmuese që kanë fillu me dalë jashtë shtetit, Po qyre, po kujtojnë se unë jam konë vetë në së kusurijet, po kujtojnë atje kur shkon që ata të presin nëse edhe veç kanë me dhonë paret i keme najtë me flajtë, sikur që ke flajtë të jo. Atje ka më që në ora 5, mëngjesit në ora 5 ose 6 vjen, a që ka ku as me dalë në kafiqe si e lyp shtratin, shlafen, bismorgën fri edhe apet vajta në punë. Do më thonë, nuk është që e mendojnë të vërteta se qka ka me... Nuk e din ata, kretë qita që po shkojnë, si për herë parë nuk e din se qka do me thonë Gërbeti, ose po shkojnë në Gjermani, ose në Austria, se s'ka me nejtë atje, se s'të manë kërkosh atje. S'ki qare pa punu, dosh me punu, ose mi hip të rinit më këthuj ku je konë që ka. Po për ata që këthihan prej mërbimit, se kemi pas rast që ka jetu gjere gjatë, ka pas shumë vite jashtë shtetit, edhe është këthy në Kosovë dhe merret me bujqësi. Ka punu atje, i ka bo kushtet, edhe ka po që Leverdia mundet me konë që kjo që ka u këthy edhe mirët me bujqësi, ose me blikëtëri, ose me asje edhe ka me pas sukses, në kohë se punon, se ka me punu këto se u mësu atje. U mësu atje, se atje po të thesh, s'ki qare po punu. Qare nuk i, që dënë me jetu, me bo diçka, duesh me punu, për ndryshe rrugët këqia që s'ka. Dihet me njerë ku e ki venin, ata të shojnë me njerë që dush. Dhe na gjithë tregon ati pak qysh e përshkru njëtën a ke lindë në Turqi edhe... Jo, unë e kom lindë në Kosovë, Mitrovic, jam shku 22 vjeqar, jam shku, e na shpërngull me kretë familjen. Se kretë familjen e kina pas atje, veç na kina qenë këto. Unë jam Qerkeze, pej fshatit Stanovcit Tolt. Aty ka një tu Qerkest, po për njëherë jam shpërngull për Turqi. Vetëm baba im ka met Mitrovic, se ka qenë i martun, i kun pas 2 motra, unë jam e treta meren, 5.000 jena, baba më ka punu si vozit Universitetin e Punëtorve, ka qenë shumë aktiv, edhe... A e ke laku pak jetën e Turqis, me shumë pasi që i ke pas kretë familjarët atje? Po, e kom lakmu, po kur jam shku jam pendue. Pse? Pse jam shku e ritme, 22 vjeqare, ko gja do vjet janë. Ta më në kryta shkollën, më do të me shku anena, me anis prap pej fillimit, që me thonë pej zerash, ju më shkollu, po me punu. Për me majtë familjen dhe sa adaptohet edhe familja. Na kem shku 3 motrat mas pare, në Turqi, ta nashi e kina marrë familjen. Vllaznit. Baba nona, jo, se baba më ka bo ndeshje, ka vdek, ka pas edhe një muj dit me dalë pension, u këthi për pension këtuhet, po nuk u bo një ndeshje vdeq, edhe ashtu metëm, anena. Që shu binde me u këthy? Po unë e gjithë komendu për Kosovën se e kom dash venin tem, këtu jem shkollu, këtu jem rrit, 22 vjeqare në kohën ma të mirë. Ma të mirë që kena pas, e kena kalu bashk me shokun, se kena punu një vend punës. Na përpare një kanë njoftë pa u martu, si kena pas punu në fabrikën e konfeksionit polit. Në polet një vjetë e gjysë, kom punu aty. Kjo është aty si punëtori në kom vëzit si autobusit, faktikisht i vëzit shakto punëtorit, për i Mitrovice. Ishte që në fatmet një... Shoqni do me të thonë, një shoqni. Thanë ju jeni një tursa, në konë... 3. Shumë 3? Po, shumë 3. E që shka funksionu lidhja juj? E cili është receti përris ju? Qysh me thonë, lidhën kurse kina këput, se gjithë kina pas mendimin të njën tjetri. E vaj e dhonë. Për që ata kina...
jetu me qatë ëndër. Praktikisht isha I martu. Ky ka qenë I martun, unë jo, edhe unë shkova, I lash krejt, shkova, edhe një shkputje shkurt. Jo të shkurt, jo. Po, në lidhje të shkurt. Po, Iket. shishë ma pak. Jo vike, jo diqka, po dikur u duft me këput krejt, se ky ishtë I martu, unë e pa martu, nuk u bajke edhe qështu e lam një kodë gjatë. Qështë e pinde me u do e u bo me ty? Nuk e kom bindu, ne? Jo, Unë si më konë shkaktare, shqyqyr që si më konë, si s'kom pas qep, por me dasht e kom dasht gjithë. Bravo, Me dasht e kom dasht gjithë, po. Po, edhe një kohë që unë e bëna një martes, mas 20 vite unë dava, Edhe kjo. edhe një kohë, qashtu që su bo ma të tje, thash ma mirë me kry, se me vazhdu ma të tje, se ishën do obligimet mija të ronda. Mos mu isha më përbalu, se unë kom punu gjithë pe që kom shku atje, kom punu gjithë, jom kon drejtoreshe prodhimit, 30 vjetë kom dalë në pension normal. E kom pas një jetë shumë të mirë, po vetëmi as ma dojke. Se isha largë pej familjes, non dorë isha largë, se unë jetojsha afër Izmirit në Bregdet, familjen e kisha në Stamboll, kështu që isha shumë vetë, po kisha shoqni krejt këto, po nuk isha jo, shoqnia nuk po të mbajke gjithë, dhe I dikon. Që visha shkojsha në Kosovë dhe u takum ditë rrugë. Se takum, po ke marrë vesh që më ndohë, si ke nga me njëherë, mullet. Jo, përbes jo, as që e kom bes jo. Jo më interesu gjithë, Po normal. ama nuk e kom dita, është I martuna, pa martu, as kur gjë se s'm ka interesue. Përbes. Ditë një ka zuju e të ta. Jo, unë e tregoj të vërtetën, po ke kësmet e s'muni I kur. Që ato që I ki shkru në mballë, ki me fshi edhe në ere. Edhe uzak. Mire që si jena pishmon. Po, jo, ato kur. Jo. Jena shumë të lumëtën, jena bashkë, jena qatë bojna bashkë, qatë asin. Njëni tjetërin nuk e ngacmojmë kur fore, me kur gjo. Respektojna njëni tjetërin. Njëri, une dhe shqitojnë zote janë. Zdoni një grynë. Edhe adi që tojnë ka një herë drejt zotis ta hupë, që është që mu më Dhe më shpërndu. thonë, mune një me e cikë që vetia kryesore e lidhës shëndeshme është sinceriteti mes juve dëve. Qashtu, s'ka fjallë për Ska ato. tjetë. Me të vërtetë, mu mirë vesh me një njeri që ki bashkëshërt, edhe shok me pas, ajo s'ka ma mirë një jetë. Ana, kem qenë shok, edhe do të desëm si shok. Edhe ne e kupna në hapa ju. është ma e mire që kjo vetë insist. E mu largupi që aty, se ndoshta, se ka shumë këtu do shok që komën e gratë nuk ju vinë, ata kanë bo diçka kanë asish, po nuk ju leguje, Po. nuk ju vinë. S'dojna, Pa kjo, shumë raste. po kjo, ajo më ka asish që ka qu për para dhe më ka dhënë vullnet edhe kjo kur s'nalet me do lula, me do që tu qatë krejt, Tëra më mira, jam punëtore. Po. Unë jam punëtore. kjo s'nalet kur shumë. Unë jam punëtore. është diçka, s'po di, jo që është këtu, nuk mu mja më hu që sështë, po është. Qysh kishte me qenë një mesazh për rinin, për lidhjet bashkëshortore, qysh me qenë e funksionueshme, e shëndetshme një lidhje. Shumë problem. Valla, qa me thonë? Kur të dam dikonin s'ka... Po, dërqi nuk... Shpërthan, po du me thonë. Vetëm aja. Po tash, me të vërtet, interesi u hije, interesi ku hen nuk ka dashni. Nuk ka. As për shoqni nuk ka. Interesi se ten as shoqnia, as dashnia. Nuk ban me pas interes se sot mundesh me kon trilioner, por nesra mundesh as një mos me pas. Jo internetet, jo në ujrat, jo në senet që atë ti s'mon kur gjo me bohe. Për që ata... Valla, i vinë sotit. Ka, po dhe rinia sotit qysh me të thonë. Jo, një muj. S'jon aktiv me kur gjo. E për që ata s'po kanë me qka mu mirë mu ngacmime të ishi. Se vëlla me punu të ditën si kurën e që punoj këto, që ves kanë ko. Nuk kanë ko se lodhë. Edhe ata lodhë. Dhe më
thënë sa për sot nuk është që jena të njëjtë për shembull se ju. Jo, shumë tepër. Jo, Ato e dëshmojnë. jo, Se jo. jo, Unë e vetë kam për shoh çka po bëhet, a di? jo. Po shoh çka po bëhet. Po, Nuk janë sigur na përpara jena kondi që shumë aktiva se këto hiç. Po mendoj për djemë, se për vojzë s'më me fut kuqo, po djemë rrin me femna, rrin sikur me konë edhe i femën, në bërë. Se kanë atë qëndrimin. Të di se s'pjojnë. Jo, kamermon aty kena kështu traha që frika pastaj. Të tonë që është, ajte. Jo, tash edhe rinia, janë të mirë, edhe ata janë të mirë, edhe ata janë të putë, edhe ata janë, qysh do me thonë, po, varet edhe prej familje, qysh e rritë familja. Qysh edukon. Edukata familjare ka rëndësin jetë shumë, Mentalitetin. tepri ka, se do të jetash me sfida. Frik e këm dëgju një plak të full, edhe tha që jeta sot për sot që shkarë, do me thonë, prindi e len fëmin, që shtojnë në fjallën popullore Salamadi sistem. Ose sakat. Edhe sakat. Edhe Salamadi po. Do me thonë, nuk i interesohet për to, po të qëre orë qësi kuhe që edhe më për vetin prindin më kuja. Se kjo vardhune, Unë e kompon ka ndiku shumë të me këto dhuna që ke dhuna familjarit këto. Së dhe djallit një një shqiplo, djallit tonë dhe një shqiplo. Atëre, qaplet të pe djallit. Po dhe kundet atë cilësh me një ju për fond që, dhe më thonë, e lajnë fëmijën e vetë, e lajnë jetim. Ndohen për një sen ma të thjesht, dhe më thonë, sot për sot, një qef ndohet për një diçka shumë thjesht, edhe nuk e bën mal për shembull nëse e ka një fëmijë ose e lën jetim ose diçka. Cili kishte më qenë opinioni ju? Ka në thonë për të ty, po di që më thonë. Ndodh sot për sot, sepse në kohën më hershme unë nuk u kam. Ndoshta ka qef thjesht për më. Që ata po thonë sot ka ndryshu shumë gjithë. Te sa i përket familjes, mrena në familje ka ndryshu. Gjithçka ka ndryshu. Gjithçka ka ndryshu. Pa dhe fëmija që fëmija nuk po donë pa interes, për shemë prindin, pa i dhonë ti pa i këmarë shkallë. Nuk di që me thonë për një se fortë si më konë, kësaj dhe shumë pak këmë pas kontakt, po qapi shoq që tash. Unë nuk po muj, unë ka njerë kësa ma kanë baba, kanë njona, kanë prinda. Respekti u paksu, respekti si paksot, gjithë shka vjen shkatrimi i familjes. Si s'ka respekt ndaj familjes, ndaj shokut, ose nanës, ose babës, ose vllaut, motrës ma të madhe. Këto janë një temel që e manë rininë dhe shpinë. Si s'ka temel shpia, s'ka as rinia, për që ata, që shme të thonë, s'po t'jas me ta spjegu, o shumë keq. O shumë keq. Rinia sotit, po thëmë, i ka tonat mirat i ka. Krejt ka, është krejt problem ka. mishtin, binar, për me mujtë mi udheq ose mi qu dikon që me thonë ej që tu duhesh me shku edhe që tu e ki venin ose punën ose jetën ose si po jo. Po, pa punë, po mendohet në rini se pa punë arrin diçka kur nuk arrin kur gjë. Dush me punu. Faleminderit shumë. Me këto fjalë tua, po e përmbyllim intervistën. Faleminderit shumë. Edhe juve që jeni ardhur.